Hetimet rreth aferës së Gërdecit zbulojnë një histori të ngatruar korrupsioni, ku municionet kineze që paketoheshin në Shqipëri përfundonin kontrabandë në duart e ushtrisë amerikane në Afganistan. Në qendër të skemës qëndronte një ndërmjetës ndërkombëtar, i cili siguronte pagesa në dorë për persona të kyç që garantonin lejimin e këtij trafiku. Mes tyre dhe figura të njohura politike si Fatmir Mediu dhe Shkëlzen Berisha. Dëshmia e majorit amerikan Larry Harrison hedh dritë mbi një ngjarje të pazakontë. Natën e 19 nëntorit 2007, pak pas mesnatës, Mediu hyri fshaurazi në ambasadën e SBA-s në Tiranë. Aty, sipas dëshmisë, ai kërkoi ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të ambasadorit për të ndalur hetimet e një ekipi gazetarësh që kishin zbuluar origjinën e vërtetë të municioneve. Madje, gjatë atij takimi, u diskutua edhe mënyra më e shpejtë për largimin e kutive kineze nga zona e paketimit, që askush të mos arrinte t'i filmonte. Kjo histori e mbajtur për vite larg syrit të publikut vazhdon të ngrej pikpyetje të mëdha mbi rolin e politikës, ndikimin e ndërmjetësve ndërkombëtar dhe heshtjen diplomatike që e shoqëroi. Përgjegjësit kryesor ende nuk janë përballur plotësisht me drejtësinë, ndërsa hije dyshimi vazhdojnë të rëndojnë mbi atë që ndodhi realisht pas dyerve të mbyllura.